Bia dhe limi, dashni që s'pyet kohë, dashnia nuk vjen gjithmonë me shurmë. Nganjëherë ajo vjen qetë, si një frymë e lehtë që se ndjen menjëherë, por që të ndryshon krejt botën. Kështu erdhi edhe për Bian dhe limin, pa bujë, pa premtime të mëdha në fillim, veç me ndjenja të vogla që u rritën dita ditës, derisa u bën të pamohueshme. Bia ishte prej atyne vajzave që e mbante zemrën paksa të mbyllun. Kishte mësu me u buzëqesh njerëzve, por jo gjithmonë me u hap. E donte heshtjen, librat, mendimet e thella, dhe kishte një mënyrë të veçantë me e pa botën, jo siç ishte, por siç mund të ishte. Në sytë e saj kishte ëndra që s'ishin thanë kurrë me zë të naltë. Limi, përkundrazi, ishte ma i qiltër. Një djalë që qeshte lehtë, që fliste pa shumë filtra, por që ndjente thellë. Ai nuk e kishte zakon me i analizue gjanat shumë, i jetonte. Zemra e tij ishte e hapun, ndoshta ndonjëherë edhe e pambrojtun, por gjithmonë e sinqertë. Kur u takuan për herë të parë, asnjani nuk e mendoi se ajo ditë kishte me lanë gjurmë. Ishte një takim i zakonshëm, një bisedë e thjeshtë, disa fjalë që u shkëmbyen pa pritshmëri. Por diçka ndodhi. Diçka që asnjani s'dinte me e shpjegue, por që u ndje, filluan me fol ma shpesh. Në fillim për gjana të vogla, për ditën, për lodhjen, për ëndrat që dukeshin të largëta. Pastaj, pa e kuptue, filluan me nda gjana ma të thella, frikë, pasiguri, kujtime që dhembnin ende. Aty lindi besimi. Dhe aty, pa u shpall, lindi dashnia. Dashnia e tyne nuk ishte e përsosur. Kishte keq kuptime, heshtje që zgjatnin ma shumë se ç'duhej, momente kur krenaria fliste ma fort se zemra. Por ajo që i dallonte Bian dhe limin ishte dëshira për me mos u dorëzue. Ata e zgjidhnin njani tjetrin edhe kur ishte e vështirë. Sidomos atëherë, Bia e gjeti të limi një siguri që se kishte ndje ma parë. Jo një siguri që e kufizonte, por një që e çlironte. Me të, ajo s'kishte nevojë me ushtirë. Mund të ishte e lodhun, e mërzitun, e ndjeshme, dhe prap me u ndje e dashtun. Limi e shite për tej fjalëve. Ai e ndjente kur diçka s'ishte në rregull, edhe kur ajo thoshte jam mirë. Limi, nga ana tjetër, gjeti të Bia një thellësi që e ndryshoi. Ajo e mësoi me ndal, me mendu, me ndje ma fort. Me të, ai kuptoi se dashnia s'është veç gëzim e qeshje, por edhe durim, mirëkuptim dhe sakrificë. Bia i tregoi se forca nuk qëndron gjithmonë në fjalë të mëdha, por edhe në heshtje të përbashkëta. Ata ndan momente të vogla që për ta u bën të mëdha. Shëtitje pa destinacion. Mesazhe natë vonë. Biseda që fillonin me diçka të parëndësishme dhe përfundonin në rrëfime zemre. Të qeshura që i shëronin ditët e rënda. Dhe përqafime që s'kishin nevojë për fjalë. Dashnia e tyne u ndërtue ngadalë si një shtëpi e fortë. Gur mbi gur. Besim mbi besim. Ata mësuan se nuk mjafton me dash, duhet edhe me punue për dashnin. Me dëgju, me fal, me kuptue, ka ditë kur bota duket e rëndë. Kur ëndrat duken larg. Kur lodhja merr vendin e shpresës. Në ato ditë, Bia dhe limi e kanë njani tjetrin. Një fjalë të ngrohtë. Një shikim që thot jam këtu. Dhe kjo mjafton, sepse dashnia e vërtet nuk premton që gjithçka ka me qenë perfekte. Ajo premton që s'ke me qenë vetëm. Dhe kjo është dhurata ma e madhe. Bia dhe limi janë ende në fillim të rrugës. Kanë shumë përpara, sfida, rritje, ndryshime. Por kanë diçka që zblihet e s'mësohet, një dashni të ndërtuar mbi sinqeritet. Dhe kjo i bën të fortë, ndoshta një ditë, kur koha të ketë lanë gjurmë në fytyrat e tyne, kur flokët të kenë ndërruar ngjyrë e jeta të ketë treguar gjithë anët e saj, ata kanë me u kujtue për fillimin. Për ato ditë të thjeshta, për atë ndjenjë të pastër. Dhe kanë me buzëqesh, sepse do ta dinë, ja vleti, sepse disa dashni nuk janë veç histori. Janë shtëpi. Janë paqe. Janë zgjedhje, dhe dashnia e Bias dhe limit është pikërisht kjo.